Sot do shkrim këtu Okitelin, një telefon robust, Okitel G3, 128 GB memorie, 16 GB RAM, 4 fizike dhe 12 virtuale. Le ta hapim çka ka brenda. Marrim thikën e bukës, një thikë të lezetshme. Le të shikojmë çka ka. Ky është telefoni. Me 2 kamera dhe flash në mes. Telefoni trash, pak i rënd, por për këtë punë është. Type C. Pas ka dhe jack të kufjeve. Rall kanë këta telefonat e rinj, jack kufjesh. Këtu është vendi kartës, edhe i kartë memorjes, SIM TF. Kartë memorje thoshte që mban deri në 2 TB. Manualet. Nuk nga do. Kemi karikusin. Edhe fishi. Nuk e ka Type C, por USB me Type C. Gjë tjetër, s'ka gjë tjetër. Mendova se kish ndonjë cover, ndonjë gjë, por jo. Atë le ta ndesim këtë gorillën. Heqim edhe këta. I lezetshëm është ky telefon. Ky është telefon për punë. Tani unë po e konfiguroj pak. Këtu është RAM-i, siç u thash, ka 4 GB RAM fizike dhe 12 virtuale. Ja aktivizojmë këtë, që të jetë edhe pak më i shpejt. Gjithmonë tek një telefon do shikoni RAM-in fizik, jo virtualin ose totalin, sa thonë që ka 20 GB RAM, 60 GB RAM, siç kam parë në disa faqe. Ka një procesor Cortex, 4 core, 2 GZ. Kamerën 13 megapiksel e ka. Si që thash, Android 14, 128 GB memorie, 4 GB RAM fizik, 12 GB virtual, 16 GB. Bateri 6300 mAh. Si 13 megapiksel kamera mbrapa dhe 5 megapiksel para, 6 inch është ekrani. Si telefon i lirë, shumë i shpejt është si telefon. Nuk është se të ngec, apo për përdorim normal dhe për punë është më se i mjaftueshëm.
Se këti nga jemi ne ka qik reklama. Që të shikojmë edhe këtë kualitet të mirë ka dhe ekrani. HD normal, nuk e ka AMOLED apo Super AMOLED apo ekran normal.